18 ditë ka mbetur kohë deri në përfundimin e afatit kushtetues për votimin e presidentit të ri. Deri më tani, kryeministri Albin Kurti së paku publikisht është takuar vetëm me kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku, derisa ftesi ka dërguar edhe liderit të PDK-s. Shefja e grupit parlamentar të lëvizjes Vetëvendosja Arbriena Gafsi thotë se Kurti po tenton të gjejë një zgjidhje e takime për këtë çështje sipas saj do të ketë pasi që kryeministri të kthehet nga Londra. Besoj që edhe gjatë javës, por shumë shpejt të vazhdojmë tek. Ajo ka folur edhe për marrëveshjen e Bordit të Paqes, e cila nuk është sjell ende në kuvent për ratifikime, që sipas saj për të do diskutohet javën e ardhshme në Komisionin Përkatës. Ndërkaq, Hajrullah Çeku, ndryshe nga kolegi e tij, thotë se për çështjen e presidentit nuk ka pasur kohë të angazhohet, me që ka punë në ministrinë që na Gafsi mandatin e kaluar e ka udhëhequr. Për shkak të vëllimit punëve atje në ministri, nuk ka mund të përcjell shumë zhvillimet e fundit dhe ata që kanë qenë të angazhuar në këtë çështje i dinë hollësitë më mirë se unë dhe besoj që janë persona më adekuat për të pyetur. E për kryetarin e AK-s, Ramush Haradinajn, Kurti nuk dëshiron zgjidhje. Sipas tij, zgjedhjet janë të garantuara. E dim si shkojnë të punë, të procese, ne kemi përvoja politike, disa herë kemi arrit me zgjedhje president, e pra ai nuk e ka hap paketën fare të qeverisë. Dhe në qeverin po e ndali për veti, dhe puna presidentit urnoni një më merën vesh. A në princip kjo është ndryshe, me atë që e fton për partneritet për president, pra po është partnerën qeverit. Zgjidhje për presidentin nuk presin as në PDK. Ai mund të bëj lojra të tilla, por që nuk kanë me pas efektin që presin qytetarët. Pra, ky njeri është për prodhimin e krizave dhe qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës dje në Këshillin e Sigurimit e forcon edhe më shumë bindjen time që Albin Kurti sa më shpejt dëshiron zgjedhje. Gjatë premtës për çështjen e presidentit nuk u deklarua askush nga LDK-ja.